në lufta tjetër. Pra, kjo e theu në fillim. Gjithë atë idenë që Izraeli nuk mund sulmoj, pra Irani nuk do sulmonte, kishte vetëm retorik. Kemi diskutuar dhe këtu. Nuk ka qenë kurrë Irani që ka marrë hapin e parë. Pikëlisht. Pastaj vim në pikën e dytë kemi ishte kundërpërgjigje ndaj sulmeve. Pra kjo që u thoni, pas ka qenë Irani që ka marrë hapin e parë. Pra është kundërpërgjigjur gjithnjë ndaj sulmeve. Edhe ndaj sulmeve të fundit ishte kundërpërgjigje e Iranit. Tashmë kemi kaluar në një pikë të tretë që përcakton përshkallëzimin. Pika e tretë është goditja direkte, vetëm për arsye se janë kaluar, pra Irani ka vendosur disa vija të kuqe. Një nga vijat e kuqe ishte sulmi në Beirut, në lagjen Dahia, pra, në rast se do të sulmoj Beiruti. E kemi diskutuar këtu. Pra, nëse sulmohet Beiruti, ne do të sulmojmë Izraelin. Dhe këtu kemi një tejkalim të doktrinës së mëparshme. Doktrina e mëparshme ka qenë kundërpërgjigje në rast se sulmoj Irani, pra në rast se sulmoj një objektiv iranian dhe sulmoj territori iranian. Do kishte kundërpërgjigje. Dhe ka pasur kundërpërgjigje. Gjithmonë. Deri më sot ka qenë e tillë. Ndërsa tashmë kemi kaluar një doktrinë të re, pra që është Irani godet në rast se sulmohet një aleat i Iranit, pra një pikë që Irani e përcakton. Pra Irani përcaktoi. Në momentin që të preket Beiruti, ne sulmojmë. Beiruti nuk është pjesë e Iranit. Dakor. Pra jemi tek një kapërcim. Kemi ndrim të doktrinës. E qartë. Tashmë doktrina ka kaluar nga doktrinë mbrojtëse, ka kaluar në doktrinë preventive. Parandaluese. Preemptive strikes. Po, ajo që bënte Izraeli deri dje. Pikërisht. Pra, çfarë bën? Dhe kjo do thotë që deri dje ishte Izraeli që posedonte këtë shkallë. Pra Izraeli sulmonte çdo kënd, edhe Amerika sulmonte çdo kënd, si justifikim preemptiv, pra parandalues. Tashmë Irani e ka marrë në dorë këtë shkallë dhe është ai që tash që bën goditje parandaluese për arsye se ti ke bërë këtë gabim. Kjo është e vërtetë. Pra, këtu kemi këtë ndrimin e kësaj doktrinës. Kalim në një doktrinë të re. Pikërisht. Kemi kalimin në një doktrinë të re. Po kur vim në këtë pikë, tash kemi 2-3 pika tjera që bën. Pra, aktualisht Irani po trajton Izraelin njësoj si Izraeli ka trajtuar gjitha vendet e tjera të gjirit. Pra ka goditur sa herë ka dashur, kur ka dashur, ku ka dashur, me një justifikim. Tash është Irani ai që po përdor të njëjtën metodë që përdor Izraeli kundër Iranit, pra po godet Iranin kundër Izraelit. Kudo, dhe po gjen një justifikim. E qartë. Pra po i kthen metodën mbrapsh. Pra po përdor të njëjtat metoda, gjë që askuj nuk ka vajtur mendje. Por kjo që po bën tashmë, e ka vënë Shtetet Bashkuara të Amerikës në një pozitë shumë të vështirë dhe shumë të rëndësishme. Në këtë fazë. Pasi po tregon që Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë pikë nuk e posedojnë ato më për shkallëzimin. E qartë. Dhe ky veprim i Izraelit ka cënuar direkt hegemoninë e Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajon. Në dy aspekte. E para hegemoninë në aspektin e parë që nuk janë Shtetet Bashkuara të Amerikës që përcaktojnë për shkallëzimin, pra është Irani tashmë në këtë vend, dhe e dyta hegemoninë amerikane edhe në aspektin e kontrollit politik që ka ndaj Izraelit. Sepse veprimet e Izraelit ishin veprime edhe në kundërshtim të kërkesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, fuqia politike ishte në kundërshtim drejta me atë që thuhet. Pra, unë personalisht jam i bindur që nuk ka qenë në kundërshtim. Pra, goditja është bërë në marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për të parë, a i qëndron Irani në vijave të kuqe apo nuk i qëndron Irani në vijave të kuqe? Se këtë ishte edhe tasnimi e pash që por ama, le të themi, le të marrim atë çfarë këta deklarojnë publikisht. Dakor. Presidenti Trump ka thënë që nuk është akorduar me neve Izraeli. Pra në momentin që e thonë një gjë të tillë, atëherë do të thonë që në këtë moment fuqia politike amerikane ndaj Izraelit është e limituar. Dhe tregon që në këtë moment gjithë ky koalicioni amerikano-izraelit, pra ky koalicioni i këtyre është kthyer në një koalicion fëmijësh të pabindur. Pra Irani po i trajton si një koalicion fëmijësh të pabindur. Pra fëmia i pabindur bën një kurti thua mos e bëj këtë veprim, ai bën një veprim dhe ti pastaj e godet. Dhe këta të riqen, dhe fëmia të riqet, nuk e bën më. Pra kjo është dëmtim totalisht i hegemonisë dhe i fuqisë politike amerikane qoftë në rajon, qoftë në sytë e aleatit vet. Po. Lexova një koment drejta në fakt që shkonte aty, nëse nuk e ke mbaruar ende, që shkonte aty që thonte Trump i duhet ta mbarojë luftën se ka zgjedhjet, Netanyahu i duhet që ta vazhdoj luftën sepse përndryshe humb pushtetin. Kjo është le të themi kundërshtia që kanë dy liderat aktualisht. Po kemi një kjo goditje që Irani ka bërë, ka ndaluar është një goditje që i bëhet përhapjes koloniale të Izraelit, pra zgjerimit kolonialist të Izraelit.
totalisht në këtë aspekt. Izraeli është përhapur në formë, pra është zgjeruar në mënyrë koloninë e vet, e ka zgjeruar me vëllun. Pra shkatërrim total të një territori dhe pastaj marrjen në kontroll. Kjo është ajo çfarë Izraeli ka bërë. Tashmë Irani po i përgjigjet, pra nuk po e ndalon këtë. Pra nuk mund të shkosh më tutje sepse mund të ndaloj. Dhe është Irani vetëm që po e ndalon. Aktualisht me forcë. E qartë. Në këtë aspekt. Po. Dhe çfarë ka bërë? Kjo ka sjellë diçka interesante. Sot në mëngjes, përfaqësuesi politik i Hamasit ka dalë me një deklaratë zyrtare dhe ka thënë që autoritetet iraniane na kanë vënë në njoftim dje. Pra sot në mëngjes ka qenë për dje. Na kanë njoftuar dje zyrtarisht që Irani është duke biseduar me Shtetet Bashkuara për një armë pushim rajonal midis Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, në të cilin do të përfshihet edhe Gaza. Ai plani që paralajmon Trumpi, që shumë shpejt do kemi një armë pushim të madh. Po për herë të parë bëhet me dieni publike dhe këtë dieni publike Hamasi nuk e ka bërë në mendjen vet. Pra e ka me leje të Iranit që ta bëj publik këtë gjë. Për dy gjëra. E para për treguar që nuk po bëjmë një paqe, pra një armë pushim rajonal. Pra një armë pushim rafatgjat rajonal. Pra po diskutohet për një armë pushim, jo për një paqe. Një paqe, okay. Pra po përcaktohet qartësisht që paqe nuk kemi. Pra një armë pushim. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që në momentin që Irani e ka marrë këtë shkallën e përshkallëzimit në dorë, ulemi dhe bëjmë çfarë do të pushimin. Në momentin që e thyeni armë pushimin, ne do të rigodasim sërish. Pra nuk kemi bërë paqe, nuk kemi marrë vesh. Dhe armë pushimi nuk do të thotë që ti të vazhdosh agjendat e tjera. Pra do të thotë sepse në rast se bëjmë paqe, atëherë paqe do thotë që në këtë paqe të hyjnë edhe akordet abrahamike, sepse bëhet llaf për paqe. Kurse armë pushimi do thotë që nuk ka akorde abrahamike dhe nuk ka njohje reciproke. Pra atë që kërkonte Trumpi që sepse na në një paqe do të vijë me njohje. Pra paqja vjen me një njohje, që të njihet edhe Izraeli nga vetë arabe. Kurse fakti që përcaktoi qartësisht që një armë pushim afatgjat, pra nuk bëhet llaf më për njohje. Do të bëhet të njëjta pozita thjesht, një armë pushim në situata do të ngri kështu siç është dhe vazhdojmë kështu siç jemi. Në pozitat që jemi, në pozitat që kemi qenë. Pra nuk ka avancim të Izraelit në këtë aspekt. Ka ndalim të Izraelit në këtë aspekt. Totalisht. Dritan, po. Do doja shumë të flisim edhe për aspektin, se ky ishte aspekti gjeopolitik. Do doja shumë edhe për aspektin. Po ky aspekti gjeopolitik. Jo, vazhdojmë nëse se kemi mbaruar. Jo, vetëm ta vazhdojmë. Ky aspekti gjeopolitik, pra sot ishte u godit 2 baza ushtarake dhe Haifa për Beirutin. Dhe ky është fillimi i marrjes në dorë të përshkallëzimit, të shkallës përshkallëzimit. Shkalla e përshkallëzimit do vi duke u rritur. Pra nesër do të kemi baza ushtarake. Po 2 baza ushtarake u goditën. Të Izraelit. Po të Izraelit. Interesant, se kisha parë, po? Po, absolutisht, u goditën në Nevatimi dhe baza Al-Tanf. U goditën të dyja këto bazat. E qartë. Edhe me filmimet qarta, pra janë filmimet që janë goditur bazat. Dhe aktualisht përshkallëzimi do të kalojë në një fazë tjetër. Faza tjetër do të thotë që Beiruti për Tel Avivin, pra në rast se goditet Beiruti do goditet Tel Avivi. Në rast se goditen qytetet jugore të Libanit do të goditet Haifa. Dhe në rast se goditet Gaza, atëherë do të goditet Ashdodi dhe Beersheba. Pra ky është përshkallëzimi që do të shkojë nesër. Dhe ky përshkallëzimi e mban në vend këtë armëpushimin. Pra Irani i futi në këtë kurth për t'u treguar atyre që tashmë përshkallëzimin e ka në dorë. Dhe duhet ky kurth për treguar këtë fuqi në mënyrë që t'i detyroj palët që çfarë do janë pushimi që të rrim. Unë kam fuqinë që të godas kokë për kokë tashmë. E qartë. Pra për këtë lojë. Dhe kjo është ajo çështja gjeopolitike. Kurse vjen te çështja ushtarake. Aspekti ushtarak çfarë? Aspekti ushtarak ka pasur në 2 aspekte. Pra aspekti janë lëshuar 2 val raketash nga Irani, gjithsej 40 raketa janë lëshuar, edhe 2 val dronësh, një numër sasi të madhe dronësh. E para goditja ka ardhur nga Izraeli, pra Izraeli ka goditur në dahije të Beirutit, pra në lagjen dahije të Beirutit, një pallat ku ka menduar dhe ka justifikuar se ka qenë një pikë e komandimit të Hamasit, të Hezbollahut. Po. Pavarësisht se nuk ka pasur as të vrarë dhe as të vdekur, e ka bërë kastile këtë goditje, kur nuk ka pasur njerëz, pra jo se nuk e ka bërë kastile, pra pa njerëz, thjesht për treguar, për të bërë këtë testimin, dhe testimi ka qenë për të parë 2 gjëra. E para, a do ta mbaj Irani linjën e kuqe apo do vërë një linjë tjetër, pra do ketë kundërgoditje, pa e menduar që kjo kundërgoditje do të sillte këtë përfitim për Iranin, sepse kanë menduar thjesht një kundërgoditje e thjeshtë, jo me disa valë. Dhe e dyta, të shihnin
kundërgoditja nga do bëj, pra kur do bëj kjo goditje Iranit, nga cilat baza do ta bënte Irani goditjen? Për të përcaktuar gatishmërinë e bazave, fuqinë aktuale luftarake që kanë këto baza pas këtij lufte 40 ditore që është bërë. Dhe Irani u kundërpërgjigj direkt, pra e para e tregoi që e mbajti, pra vjen e kuqe nuk kalon dhe i qëndroi vjes kuqe. E tham atë gjeopolitikë. E dyta te ushtarakja, Irani goditi lëshoi raketat nga 20 baza të ndryshme. Pra nga 20 baza, në rast se do të bënte vetëm një bazë, atëherë do përcaktoi, do t'i jepte mundësi Izraelit dhe Shtetet Amerikës të përcaktonin që ku e kam të përqendruar fuqinë e zjarrit. Duke goditur nga 20 baza, tregoi që fuqia e zjarrit ekziston në të gjitha bazat. Të gjitha bazat janë vënë në nivel operacional siç kanë qenë para luftës. Dhe kjo i tregon këtyre që jam i gatshëm ta nisim në të njëjtën mënyrë siç e nisëm luftën, pra në të njëjtat pozita. Pra unë i kam gjitha kapacitetet 100%. Po. Dhe në fakt, dhe ndërkohë edhe Izraeli është kundërpërgjigjur drejt. U godit vala e parë, pra pas Irani goditi me valën e parë, 20 raketat e para, më pas Izraeli u kundërgodit, edhe Izraeli ka përdorur raketa me avion. Ka përdorur edhe raketa edhe avion. Pra raketa të lëshuar nga avionët, po me rrezet gjatë veprime raketa që janë lëshuar nga territori i Irakut pa hyrë në territorin e Iranit. Po, siç ka bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe pas kësaj është kundërpërgjigjur sërish kësaj kundërpërgjigje të Izraelit është kundërpërgjigjur Irani me valën e 2 raketave me 20 raketa. Po. Më pas kemi Trumpin që thotë. Më pas është ndaluar kjo. Pra ka hyrë Trumpi dhe ky përshkallëzim ka ndaluar duke treguar rënien, pse them, edhe rënia e fuqisë gjeopolitike dhe politike të Trumpit është me deklaratën e Trumpit që thotë që okay, secila palë e bëri goditën tash i ndaloni. Pra kemi një lutje të Trumpit që i lutet edhe Iranit edhe Izraelit që okay, e bët goditjen tash i ndaloni. Pra është lutje dhe jo urdhër. Dakor, Dritan. Pra Asalat vetë nuk është në kapacitet që t'ju japi urdhër. Në një intervistë që pash sot, domethënë pak a shumë që raportonin mediat, Netanyahu ka deklaruar që kishin frikë mos ishte sulm bërthamor me raketa bërthamore ajo që bëri Irani. Jo, kjo është një lojë e Netanyahu për të përcaktuar, për të thënë që kërkon të te kaloj këtë shkallën, pra duke qenë se shkalla e përshkallëzimit tashmë ka në dorë Irani. E vetmja mënyrë që ti ta rimarrësh të shkallët përshkallëzimit është përdorimi i armëve bërthamore. Por Izraeli nuk i përdor të armë bërthamore direkt, pa miratimin direkt edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe të Rusisë, edhe të Kinës. Duhet miratim. Absolutisht. Rusia, Kina, Pakistani, India, pa marrë një miratim në zë tyre që okay, ti mund të përdorësh armë bërthamore, nuk mund të përdori këto armë bërthamore. E qartë. Për këtë arsye, përdorimi i armës bërthamore tashmë ta jep ty të drejtë fuqinë të marrësh përsëri shkallën e përshkallëzimit në dorë, sepse vetëm ajo ka mbetur. Dhe po kërkon të krijojë idenë se nesër ne mund ta përdorim këtë, sepse ku e dim neve që Irani nuk do na sulmojë me armë bërthamore. Pra ta përdorim neve të parët. Pra këtu është lufta për të marrë përshkallëzimin. Por ky përshkallëzim, pavarësisht se Izraeli po mund ta bëj, nuk mund ta bëj pa miratimin e Amerikës edhe pa miratimin e Rusisë. Dritan, të para, të kryesorët. Pastaj hyn edhe të tjerat në lojë. Hyn Pakistani, sepse Pakistani është aktualisht aktiv për arritjen e këtij armpushimi, për nevojat të veta strategjike, geostrategjike, geopolitike në rajon. Këtë aspekt. Dhe pastaj hyn edhe Kina në lojë, edhe India, të cilat janë vende bërthamore dhe në rast se do të shkonim në këtë përplasje bërthamore aktualisht në lindjen e mesme, kjo do të përfshinte të gjitha këto vende. Në qartë. Dritan, ndërkohë Jemeni gjithashtu Huthit janë bërë pjesë e këtij përshkallëzimi. Ka lëshuar raketa drejt Izraelit, por gjithashtu edhe në një bazë në Arabinë Saudite. Si e vlerëson këtë, kanë folur edhe për mos lejimin e kalimit të anijeve izraelite në atë që konsiderohet gjiri i Bab el-Mandeb për cilin kemi folur. Në valën e parë të goditjeve të Iranit kanë ardhur njëkohësisht ka goditur edhe Jemeni, ka lëshuar, pra Huthët në Yemen kanë lëshuar një raketë në drejtim të Izraelit, por në të njëjtën kohë kanë goditur pozicione izraelite edhe në Haifa, edhe Hezbollahu me raketa. Pra goditja ka qenë gjuajtur dhe Hezbollahu nga ana tjetër. Po edhe Hezbollahu ka gjetur një goditja ka qenë e menjëhershme nga të treja, pra e koordinuar. Pra Hezbollah, Iran, Hezbollah, Houthi. Pra kjo goditje është bërë me koordinim të Iranit për të treguar
Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që aksi i rezistencës funksionon. Pra është i funksionuar dhe nuk është dobësuar, siç pretendon ai, dhe nuk është eliminuar. Dhe ishte simbolike goditja nga ana e Jemenit në drejtim thjesht një raket, sa për të treguar. Pra që atë dhe plus Jemeni vendosi që të bllokojë Bab el Mandebin për të gjitha anijet izraelite. Po, e pash. Për këtë, dhe kjo është pjesë e presionit që Irani tashmë, sepse Irani këtu ka marrë në dorë jo vetëm shkallën e përshkallëzimit ushtarak, po ka marrë në dorë edhe shkallën e përshkallëzimit politik. Pra është presion politik që bëhet Shtetet Bashkuara të Amerikës për të pranuar që të firmosi këtë marrëveshje të armpushimit me ato kërkesa që ka Irani. Ku Hormuzi thot Trump do të rihapet së shpejti. Ka pasur duke detyruar kjo lëvizje e Iranit ka detyruar Amerikën që të bëjë disa lëvizje të pakontrollueshme dhe të rrezikshme për nivelin e saj. Në rast se keni vënë re para 2 ditësh, Irani ka lëshuar disa raketa detare kundër 2 anijeve amerikane të cilat kanë tentuar të nisen për të hyrë në ngushticën e Hormuzit, sepse ka disa net, pothuajse 5-6 net që Shtetet Bashkuara të Amerikës po tentojnë një veprim tjetër, po mundohen që natën të kalojnë me koordinimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të forcave amerikane anije që të dalin nga ngushtica cisterna, që të dalin nga ngushtica e Hormuzit. Dhe kjo bëhet duke çuar në këto anije personel amerikan të specializuar pra për të kaluar nëpër këto dhe me aparatura speciale që përdoren vetëm nga personeli amerikan, pra nuk mund të jepet një civili. Po. Dhe kjo bëhet duke çuar forca të veçanta me helikoptere. Parmbrëm kemi rrëzimin e një helikopteri amerikan në ujërat Po kanë qenë 2 helikopterë, të cilët kanë qenë duke shoqëruar, pra një ka qenë Apache dhe një helikopter tjetër transporti që shoqëronte këta individ specialistë të forcave amerikane, të cilët vjenë nëpër këto dhe zbarkojnë në anë këto anije civile, të cilat pastaj me anë të aparaturave speciale amerikane i mundohen të kalojnë duke shmangur minave, gjërave dhe komunikimeve të Gardës Revolucionare Iraniane. Pra është rrëzuar, nuk është se e kanë rrëzuar. Jo, nuk e kanë rrëzuar, është rrëzuar për çështje teknike. Dhe në momentin që është rrëzuar për çështje teknike, atë në këtë moment ka rënë në ujërat e ngushticës së Hormuzit, në afërsi të ngushticës së Hormuzit. Në këtë moment Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë lëvizur 2 anije luftarake në afërsi të sepse në këtë moment nuk operacioni nga një operacion kalimi u kthye në një operacion shpëtimi, sepse duhet shpëtoheshin këta personat që ranë. Po që të shpëtoheshin duhet që anijat amerikane të afrohen deri diku në mënyrë dhe në moment që anijat amerikane ofruan në ngushticën e Hormuzit, po pa tentuar të hynin atje, atëherë Garda Revolucionare lëshoi 4 raketa jo në drejtim të anijeve, po jo me qëllim për t'i goditur. Thjesht për t'i paralajmëruar që kemi dhe operacioni vazhdoi për shpëtimin me varka të tjera, kështu, po jo me anije të futura. Pra, dhe të gjithë dhe anijet që tentuan të kalonin në ngushticën e Hormuzit u kthyen mbrapsht. Anijet që cisternë, po edhe që u kthyen mbrapsht. Ndërkohë u shpëtua personeli. Absolutisht u shpëtua personeli, pra nuk pati humbje të personelit. Dëgjuar helikopterët Apache më prej nuk pati humbje të personelit, po kjo ishte në këtë tentativë, pra në këto tentativa që bëhet. Edhe kjo është një në aspektin ushtarak është një humbje taktike për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dritan, po kjo pamja Dritan se më bëri përshtypje. Kjo është një pjesë e raketë, pjesa e dytë e raketës, pasi shkëputet koka, sepse të gjitha këto janë raketa balistike të cilave ju shkëputet koka në momentin që hyn në hapësirën ajrore. Do ta kemi regjia dhe fotot veçanta. Dhe në momentin që hyn koka shkëputet, sepse kokat janë të manovrueshme. Okej. Dhe pra është koka që bën shpërtimin. Koka që bën shpërtimin. Kjo është pjesa e raketës që ka karburantin dhe që ka sjell deri në atë. Dhe në momentin që hyn, pra kjo është Pra, jo nuk është raketa, le të themi. Nuk është raketa, në momentin që hyn në territor. Ja, po është Dritan, ja.